Se neve në fushë Kosovë pothuaj se na ka mbulu bërllogu. Dhe kjo është si primare që do të jetë në muajin e parë që do dalë së bashku me punëtorët e pastrimit. Nuk është vetëm një platformë si dokument, po jena bazuar në kërkesat e shtetarëve, në nevojat urgjente që duhet mi marrë, ato janë infrastruktura, zhvillimi ekonomik, ajo bujqësisë në përfshatra, është arsimi, është shëndetësia dhe kemi kulturën dhe sportin që në fushë Kosovë janë në nivelin e zerës. Këtyre shtyllave do të kushtojmë rëndësi duke u bazuar në plan të veprimit, një strategji të qartë me afate kohore, me aktivitete të cilat janë parapare më kry se cila në bazë të rëndësisë dhe nevojës të shtetarëve të Kosovës. Ato janë infrastruktura që duhet me u liru komunikacioni, që është një ngarkesë e madhe për shtetarët tonë, ku do të bëhen rrugët alternative në jug dhe në veri të qytetit, dhe do të bëhet një shesh i madh, që është nevoja më e madhe dhe kërkesa më e madhe e shtetarëve. Përveç kësaj duhet më marrë me ambientin, që edhe kjo nuk është më pak e rëndësishme, po është shumë e rëndësishme se neve në fushë Kosovë pothuaj se na ka mbulu bërllogu. Dhe kjo është si primare që do të jetë në muajin e parë që do dalë së bashku me punëtorët e pastrimit dhe do të rregullojmë pastrimin. Në arsim kemi nevojë për objekte, duke marrë parasysh edhe në vitet e fundit ka pas nxënësa për shkolla, 40 nxënës në një shkollë, gjithashtu në turne të vëndshme në klasat e treta fillore që deri në 7 mbrëmje, që këto do të me eliminu me urgjencë, duke ndërtu shkollat e reja në qytet, minimumi edhe 2, dhe duke ndërtu qerdhe që është jashtëzakonisht kërkesë e madhe, e shumë grave, e shumë nonave prindve në fushë Kosovë, gjithashtu duke përfshi edhe fshatrat që është një kërkesë e madhe. Për sportin dhe kulturën do të folim vazhdim, e cila ka ngel shumë monash dhe jam i gjendje të rëndë në këtë drejtim.